Edi Rama premtoi, nëse u kujtohet, në vitin 2013, se s'do men kur ushqimet tha, me këtë çmime, do ja heqim të vëshën ushqimeve. Jo që s'ja hoqi, po përkundrazi, çmimet u dyfishuan pothuajse të ushqimeve. Kurse ne vendosim kartën e konsumatorit, të cilën do ta ketë çdo pensionist dhe çdo rrogult, dhe do marr kthim të TVSH-s rreth 450 euro në vit. I bie afërsisht rreth, po thuaj afër 3 pensione aktuale. Do të zgjerojmë listën e rimbursimit të ilaçeve. 2 gjëra me ilaçe. Ju garantoj që ilaçet pasigurta nuk do hynë në Shqipëri në mënyrë kategorike, sepse do rikthejmë ligjin që kishim, i cili ndalonte tregtimin e ilaçeve në Shqipëri, të cilat nuk tregtoheshin jo në 1, po në 2 vendet së paku në 2 vendet Bashkimit Evropian. Ilaçet që tregtohen në Bashkimin Evropian kontrollohen nga enti Bashkimit Evropian për ilaçet dhe janë sigurta. Janë sigurta se i kanë lëndën aktive që vepron, janë sigurta se nuk kanë lëndë tjera të dëmshme në përbërjen e tyre e tjerë me radhë. Ne rikthejmë këtë ligj 100 ditë e para. Ne do ulim çmimin e energjisë elektrike. Nga 85 që u bë tani, 95, nga 95 ne do ta ulim në 7 lek. Nga 9.5 ne do ulim në 7 lek. Po. Do përgjysmojmë tarifën e ujit për pensionistët. Edhe për rrogultit. Pra, me të gjitha këto masa, ne besojmë dhe shpresojmë të lehtësojmë gjendjen ekonomike dhe sociale të kësaj shtrese të nderuar që ndodhet në gjendje faktikisht jo të njerëzishme të themi. E rëndësishme është që ju në ato takime që keni me miq tuaj, me njerëz tuaj, të çdo bindje politike, ta diskutoni këtë paket dhimbshurie, i themi ne, kështu e meriton, sepse nëse ka dhimbje, ti duhet ta njohësh që ka dhimbje, edhe duhet luftosh që ta zhdukish dhimbjen. Dhe në fakt sot ka dhimbje. Ai që merr 130 euro, ai që merr 120 euro, që merr 150 euro, ai ka dhimbje. Ai po nuk u ndihmuar nga dikush, mbetet ose pa ilaçe, ose pa bukë, ose pa tjera. 11 maj, pra, është një rast që të bëjmë ndryshimin. Edi Rama kërkon një mandat të 4. Kërkon një piramidë të re mashtrimesh. Kërkon një rënim të mëtejshëm të Shqipërisë, largim tjetër të shqiptarëve dhe varfrim të mëtejshëm. Kërkon përqendrim të pasurisë dhe të pushtetit në një grusht të vogël njerëzish që shkojnë dhe vetëm për larje makine shpenzojnë 10.000 euro në muaj, 10.000 euro në muaj, se ku ka marrë atër, imagjinoni sa shpenzon kryeministri për larjen e makinave të tij, sa shpenzojnë ministrat tjerë, bëni së bashku se çfarë bëjnë këta me parat e shqiptarëve. 11 maj është një ditë që bën ndryshimin e madh dhe unë ftoj çdo pensionist, pavarësisht nga bindjet e tij, të bashkohet në këtë përpjekje të përbashkët, të ndahemi nga kjo dhimbje.
të ndahemi nga kjo dhimbje që ndjehet në mbar shoqërinë shqiptare. Të ecim, ta ndryshojmë dhe të ecim, ta bëjmë të jetueshëm Shqipërinë. Shqipëria nuk është e jetueshme në këtë mënyrë, me këtë skamje. Faleminderit shumë. Faleminderit doktor për fjalën tuaj dhe ofertën e Partisë Demokratike dhe ofertën tuaj për këtë shtresë kaq të rëndësishme për Shqipërinë. Tashmë ja fjalën kryetari i shoqatës Thinjat, një emër shumë domethënës e ka përzgjedhur Ilir Goci për ta quajtur shoqatën e tij në një fjalë përmbledhëse. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Berisha. Më lejoni të bëj një hyrje shumë të shkurtër për shoqatën. Ne jemi një shoqat e re krijuar në fund të vitit të kaluar dhe fatmirësisht në gjendjen e shoqatës sonë ka specialistë të gjitha